تتقطع وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa salavatet dhe selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij besnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdon autori në shpjegimin e librit ku thot edhe dije ti Allahu të uzoft ty dhe mu në rrugën e drejtë se enë l'hanifiyyetu millatu Ibrahim, thot se feja e pastërt e vetme e pranuar te Allahu subhanahu wa ta'ala është feja e Ibrahimit, feja e millatu Ibrahim, të cilën jemi ne edhe jënë kohë të gjithë fetë që cilë Allahu subhanahu wa ta'ala të gjithë pejgamber që i ka quajtur mas Ibrahimit alayhi salam. Çka do thot feja e pastërt që ti më kon në fejnë e pastërt të millatu Ibrahim? Feja e pastërt është ku ti e adhuron vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala, wa bidhalika amara Allahu jami'an nas, edhe me këtë të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala i ka urdhëruar të gjithë njerëzit me adhuru vetëm atë, edhe mos me i shoqëru atina kurgjë, as në adhurim, mos me i shoqëru atina asgjë as në sundim, mos me i shoqëru atina asgjë as në krijimtarinë e tina, sepse ai është Allahu subhanahu wa ta'ala i vetëm. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, tha Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Nuk i kam krijuar në njerëzit e as gjinët për kurrë tjetër, vetëm me madhuru mua, do thot vetëm me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Çka thot autori edhe ata të cilët mirën me komentimin e Kur'anit ku Allah thot wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, thot illa liyuwahhidun, thot përveç se me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala illa liyuwahhidun, thot me edhe me njësu ata. Me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala duke njësu ata njësueshmërinë, sepse gjëja më e madhe që Allah subhanahu wa ta'ala na ka urdhëruar neve për me ju bind atina, po përveç se mas pari para se me ju bind, për me mësu ata është tauhidi, njësueshmëria ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe gjëja tjetër e kundërta e kësaj që është më e madhe që na ka ndaluar Allahu neve për mos me vepru ato është shirku ndaj tina, shoqërimi në adhurim apo shoqërimi në sundim apo në krijimtari. Allahu na ruaj kësajna. Wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a. Andaj adhurojeni Allahun subhanahu wa ta'ala edhe mos i shoqëroni atij kurrë. Prandaj të gjithë pejgamberët të cilët kanë ardhur janë emërtuar me këtë emër në fenë e Ibrahimit alayhis salam, në millatu Ibrahim. Po pse Allah subhanahu wa ta'ala e ka specifikuar, edhe pse vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë përmend vetëm millatu Ibrahim, edhe të gjithë na përkatësohemi te Ibrahimi alayhis salam. A nuk ka pas pejgamber tjetër të cilët kanë thirrur këto? A nuk kanë pas tjerë pejgamber që kanë thirrur që me adhuru veç Allah subhanahu wa ta'ala dhe me largu pe shirkit? Padyshim se të gjithë pejgamberët që Allah subhanahu wa ta'ala i ka dërguar te popujt e mëhershëm, por edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e ka dërguar tek ne, kanë thirrur nuk për kurrë tjetër, vetëm për një sen që me adhuru vetëm Allah subhanahu wa ta'ala edhe me ju largu çdo shirku dhe çdo adhurimi tjetër përveç tina. Porse Allah subhanahu wa ta'ala e përmend në Kur'an millatu Ibrahim për shkak se të gjithë fiset e arabëve kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë përkatësuar te Ibrahimi. Duke fillu pej kurejshitëve e deri te të gjitha fiset që kanë jetuar në kohën e pejgamberit sa pe arabëve, kanë thënë se na jena në fenë e Ibrahimit. Na jena millatu Ibrahim, na jena millatu Ibrahim, të gjitha fiset e kanë thënë një fjalë. Prandaj vjen Allah subhanahu wa ta'ala edhe e bën Kur'anin edhe ju tregon se kush është me të vërtetë prej millatu Ibrahimit. Kush është me të vërtetë ata të cilët janë në fenë e pastërt të Ibrahimit. Dinul Hanif është që ti me adhuru veç Allah subhanahu wa ta'ala është feja e pastërt, edhe me u largu prej çdo shirku tjetër, edhe prej çdo seni që adhurohet përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Prandaj ku thot autori a'lam arshadak Allah li ta'atihi, edhe dijeti Allahu të udhëzoft në bindje ndaj tina, thot do mas pari është për me mësuna. Me e marr dijen rreth sajna, me e marr dijen rreth tauhidit Allah subhanahu wa ta'ala, se çka është tauhidi, si nda tauhidi, kushtet e tauhidit, pastaj me mësue atë tjetrën këtë kundërtën e kësaj me çka Allah subhanahu wa ta'ala na ka obliguar ne për me ndalu prej sajna dhe mos me vepru ato,
është me mësua rreth shirkut, fjalët të cilat të çojnë shirk, veprat të cilat të çojnë ty në shirk, edhe me u largu prej kësaj atë, edhe me i thirrë të tjerët, me i udhëzuar të tjerë që me u largu prej kësaj, për shkak se xehli të njerëzit, mosdituria të njerëzit është shumë e madhe. Prandaj Allah subhanahu wa taala na obligon njerëz që me mësue. Kemi dy lloj të xehlit. Xehli i cili është injorimi ose mosdia e cila është diçka e thjeshtë, të cilën rob çdo kush prej neve mundet me e pas edhe mundet mos me i ditë disa gjëra bazë, edhe xehli i cili është xehel i rond ose mosdituria e rond për të cilat robi për kësaj do të më pas kujdes edhe do të më lutë çdo herë Allah subhanahu wa taala që më rrit prej këtij xehli, për shkak se prej këtij xehli është që robi edhe me vazhdu edhe me bëhet gjëra të cilat janë në kundërshtim me fjalën e Allah subhanahu wa taala. An ta'budullaha mukhlishan lahu din, ku thot autori këtë, që ti vetëm me adhuru Allahun subhanahu wa taala me sinqeritet në fenë e tina. Biduni shirk faman lam ya'bud Allah falaysa ala millati Ibrahim. Edhe duke mos i bu atina shirk asgjë, duke mos i shoqëruar atina asgjë, sepse kush nuk e adhuron Allahun subhanahu wa taala, apo kush i shoqëron diçka në fenë e Allahut subhanahu wa taala, qoftë edhe diçka prej shirkut më të vogël, ai vetëm se nuk është prej atyre të cilët janë prej millet të Ibrahimit, ato prej fesë të Ibrahimit alayhis salam. Wa dinu yutlaqu ala i'tiqadi wal amali wal qawl. Prandaj feja të cilën e ka thënë Allahu subhanahu wa taala nuk do të thotë që na vetëm me thonë me fjalën tonë se jena musliman edhe mjafton kjo tash na jena millet të Ibrahim. Por se fejen të cilën dush me e moj ti, mas pari është me dëshmu me shahadetin, me dëshmu me gjuhën tonë, dhe pastaj ato me thonë me fjalën tonë dhe me shqiptu ato, përveç me zemrën tonë me shqiptu ato, pastaj këtë këtu se shka i ke shqiptu edhe shka i ke mësu edhe shka i beson me zemrën tonë dhe që i ki besim në zemrë, me fillu edhe mi vepru ato, për shkak se imani përveç se është besim me zemër, është shqiptim me gojë, edhe është të bërit vepra me gjymtyrët e tua. Prandaj imani te selefi, prej definicionit të selefit është se imani te robi vazhdon të shtohet ose të paksohet, shtohet në vepra të mira, edhe pakthu duke bërë mëkate Allahu na fal prej këtyre. Prandaj ku thotë se në fenë e pastër, prandaj është ajo e cila ndohet në dy lloje. Kur ti je në fenë e pastër të Ibrahimit, është ti me adhuru Allahun subhanahu wa taala. E kundra kësaj është ti me vazhdu edhe me i pasu hapat e cila është mos adhurimi Allahut subhanahu wa taala, të bëri shirk Allahut subhanahu wa taala edhe të bëri gjinohe, po fjala këtu për gjinohet e mëdha të cilat i bën robi. Prandaj prej shirkut të cilën mundet me bëu robi në fjalë, ose të cilën shirkut të cilën mundet me bëu vepër, për shembull vepër është me prej diçka në emër dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, ose me adhuru dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, ose me fillu dhe me uzotue në diçka përveç Allahut subhanahu wa taala, ose me fillu me kërku mbrojtje për dikujt nga prej njerëzve përveç Allahut subhanahu wa taala, me mbështetë dikush prej njerëzve përveç në Allahun subhanahu wa taala. Kjo është prej shirkut të cilën mundet me bëu robi. Ka shumë prej njerëzve të cilët shkojnë te varret, aty u kon ka vdek një hoxhi një alim i madh, shkojnë te varret dhe bojnë dua përmes atina me kërku mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala. Kjo është prej shirkut të cilën mundet me bëu robi, sepse këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja ka lejuar njerëzve as përmes tina me bëu. As përmes tina me bëu, sepse çdo herë që robi kërkon mbrojtje për dikun e cili është në vallë, për me arritë Allahu subhanahu wa taala, kjo është prej shirkut. Por se nuk ka nevojë që ti mes teje dhe Allahut me pas ndërmjetësues. Nuk ka nevojë ti që mes teje dhe Allahut me shit dikon në mes. Nuk ka nevojë që ti për me kërku diçka te Allahu ose për me mbështet te Allahu, paqare me pas dikon mes teje dhe atina. Por se mjafton që ti me u drejtu te Allahu subhanahu wa taala, drejt për drejt ai, edhe me mbështet direkt te Allahu subhanahu wa taala, edhe me kërku mbrojtje direkt prej Allahu subhanahu wa taala. Prandaj çdo herë që Allahu sa kërkon prej neve për çdo vepër të mirë që na e bëjmë, ose në tauhidin e tij, ose në çdo sen që na bëjmë rreth fesë tij, apo rreth sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është kërkon prej neve që na më bëu ato me sinqeritetin më të plotë. Me pas ato me sinqeritet edhe me pas ato me thellësinë e zemrës, por shkak se çdo sen e cila bëhet pa sinqeritet, ajo hyn në syfaqsi. Edhe vepra e cila bëhet me syfaqsi, ajo nuk pranon prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nëse vazhdojnë me fol me rreth syfaqsisë në vepra, autori këtu e tregon një numër të madh i cili është syfaqsia e cila robi dëshiron që me rron syt një vepër që e bën për me u dogë të tjerët, por se është edhe lloji i dytë i syfaqsisë kur robi e bën një vepër për me u livdu me to. Do thotë një vepër që e bën ti vetëm me të pa tjerë, edhe një vepër që e bën për me të livdu të tjerë, kjo ka dallim. Edhe pse të dyja janë prej syfaqsisë. Ti mundesh me falën namaz, ti mundesh me falë namaz për Allahun subhanahu wa taala, edhe me vazhduar kur të hen dikush me të këshirën ty, me vazhduar ato me zbukurue.
Kjo është për sifasi që ti dëshiron me u livdue edhe me thonë që filani për fal ke gat, filani e ke zonin e mirë. Kjo është ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend hadith ku fol për sifasinë edhe pyeti sahabët ja Rasulullah, e shka sifacia thot kur ti duke fal namaz për Allahun, edhe hyn dikush në dhomë të ti, edhe ti vazhdon me zbukuru ato, Allahu na ruaj prej kësaj. Prandaj përveç sona është edhe sifacia që është edhe më e rrezikshme se kjo. Është sifacia që ndahet në dy grupe të shirkut. Sifacia e cila është shirk i madh, edhe sifacia e cila është shirk i vogël. Prandaj wa qala ta'ifatun min ahli al-kitabi aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhanar. Ka prej atyre njerëzve të cilët thonë se na vetëm se kena besuar në librin e Allahut subhanahu wa taala, edhe kena besuar në pejgamberin të cilin ka ardhur, edhe këto e thonë ditën ndërsa natën vazhdojnë me i bësh shirk Allahu subhanahu wa taala. Kjo është për sifatia e cila e çon njerin në shirk për Allahu subhanahu wa taala, ose veprat të cilat i bën robi, që lënia e tyre është kufër. Për shembull, lënia e namazit është kufër. Edhe më vazhduhet ti me fal namazin vetëm për shkak të vetë njerëzve. Ka shumë pejtrive që tutet me lënë namazin për shkak babazit. Por se lënia e namazit është shirk, është kufër. Tash ti nëse e fal ti për shkak se baba më thotë të fal, kjo është kufër, do ti bën shirk madh. Bën shirk madh duke bërë sifatsi. Ose ka dikush që don me po për njerëz që vetëm thonë që ky është njëri i xhamisë edhe hyn në xhami falet me kej, por se ato atë namaz që e falen në xhami nuk e ka për Allahun subhanahu wa taala. Por se ka me po me thonë tjerë që ky filani vjen në xhami edhe fal. Kjo është për të cilat çon shirk, se lënia e namazit është kufër. Nëse e bën një vepër që lënia e saj është kufër, çfarë do vepër që edhe se na e morëm shembull e namazit. Çfarë do vepër kufër që lënia e saj është kufër, edhe ti vazhdon me bu për shkak njerëzve, atë kjo është rrugë e cila çon në shirk, sepse tha Allah subhanahu wa taala nuk ra fawailu lil musallin, edhe mallkimi Allahu çohën mbi ata të cilët falin namaz. Alladhina hum an salatihim sahun, ata të cilët e falin namazin e tyre me pakujdesi, nuk janë përkushtuar to, alladhina hum yuraun, edhe që e falin ato duke e busë fatit për me jura njerëzën. Prandaj kjo është për sifatis e cilat çon ty në kufër, e cilat çon ty në shirkun e madh. Apo tjetra është një kune galibu amali min haythu kimiyati riyasa, shumica e veprave që ti i bën vetëm për shkak të sifatit të tjerë e bën për shkak njerëzve. Wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas. Ka për atyre njerëzve të cilët kanë cilësitë munafikave që i ka përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Ata të cilët kur çohen me fal namazin për Allahun, çohen për tërësi të madhe vetëm për me i pa njerëzit. Ata të cilët çohen me fal namazin edhe kanë pritesë, edhe nuk do të me fal, por se çohen me fal ato vetëm për me pa dikush për njerëzve, këto Allahu subhanahu wa taala ka përmend në Kur'an edhe cila është për një fokut, wala takuna kal ladina kharaju min diyarihim batalan wa riya an-nas. Edhe mos u bëni për atyre të cilët kur dalin prej shtëpive nuk dalin për diçka tjetër vetëm se për shkak me njerëzën si. Prandaj shumë prej një fakut e cila për veprave të cilat robi apo shumica e njerëzve i bën që më uro tjerë në sy edhe që lënia atyre është kufër ose mos lënia atyre është kufër, i çon ata në shirkun e madh. Shembull më të madh ose më të mirë e kemi sot e na, në kohën tonë ku jena të jetuar. Sa për njerëzve dalin edhe dojnë me u përzi në sisteme të ndryshme duke përfaqësuar Islam. Që veprimi i asaj vepre është kufër, ose veprimi i asaj vepre çon ty në shirk. Edhe ti vazhdon me vështi veten tënde, edhe duke i thirrur musliman me u përzi në sisteme të ndryshme përveç sistemit të Allahu subhanahu wa taala, duke prezantuar Islamin, duke prezantuar shariatin, duke edhe të gjitha të cilat janë vetëm sikur një plohën përmes të cilët poshtë sajna, kur mos i ta afshish del ke diçka tjetër. Sa për muslimanëve sot janë mashtruar edhe kanë vazhduar vetën e tyre duke shku mas njerëzve të dijes, po ju thonë janë njerëz të dijes sepse nuk janë njerëz të dijes, po e thrasin vetëm për njerëz të dijes, edhe duke u pozitë në këto sisteme të cilat për shkak të fatisë, të cilën e kanë bërë duke e mvesh. Të vërtetën me të kotën i kanë çuar njerëzit në kufër dhe i kanë çuar njerëzit në shirkun me Allahu na ruaj prej kësaj, edhe Allahu na ruaj prej llojit të këtyre njerëzve. Prandaj edhe tjetër është me kanë shirkun asgar, lloji i dytë është e cila është edhe shirk i vogël. An yakun al-amalu muayyan amaluhu riya. Për shembull një vepër e veçantë të cilën e bën ti më konën ajo vepër e syfacisë. Për shembull ajo më kon që lënia e sajna nuk është kufër. Çfarë vepër që ti kimë bë, edhe nëse nuk e vepron, nuk është kufër, ose një adhurim të cilin e bën ti nuk është kufër. Për shembull me agjërue
me xhiruar nafile ose me fal namaz nafile, edhe me vazhdu me to me umbur të tjerë. Për namazin nafile, edhe nëse nuk e vepron, nuk është kufër kjo. Se ajo është diçka në vetë të cilën ti e bën si vepër vullnetare për veti. Prandaj më lusem ose për veprave të cilat ti i nis për hir të Allahut subhanahu wa taala, por gjatë rrugës e kthen ato në qefatësi. Ka shumë për njerëz që vazhdon për me kërkue për një person, për një vëllai besimtar, për një familje, nevojë për muslimanëve, edhe e nis të për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe dan me bëu këto që veç për me ju ngjit aty edhe se më kon krahtymve, edhe për me ju ndihmu aty. Por se gjatë rrugës kur e sheh se këtë që e ka njës iniciativë nuk për i për shumë na, se me thonë, kërkës të përmen filani e njës iniciativën për minimu aty, por se i hupi këti emri, vazhdojnë që me thonë, unë e kum njës, unë e kum bo, unë e kesha i sebepi që e njës që të iniciativë për minimu e filanit, ose kështu edhe vazhdojnë kjo vepër e këtina, gjatë rrugës për me ubu si fasti. Kjo është për rrugë e cila është për një fakut, por jo për një fakut madh që e përmen autori. Prandaj ka për vepra të tjera që mund është për i boti që janë për syfastisë, të cilat nuk i bojnë dëm as ty, po as nuk i bojnë dëm tjerëve. Që e përmendën tek çështja e namazit nafile. Kjo është diçka të cilën e përmend edhe Ibn Rajab fa qala wa amma in kana aslu al-amali lillah thumma tarat alayhi niyatu riya fala yadurru. Për shembull, vepra të cilën ti e nis, edhe baza e kësaj vepre është që ti e nis vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Por se gjatë rrugës ti e ndryshon mjetin tënd, kjo është diçka e cila nuk bën shumë dëm ty, por se as nuk i bën dëm tjerëve. Dikush e ka për natyrës vetëm është për më lëvdu. Dikush e ka për natyrës vetë që çdo iniciativë të cilën e merr me përkatësu pak ka vetja. Dikush e ka për natyrës vetë që dëshiron që atë vepër të cilën e ka bëu me shkuë me kod gat për me forrë sajna. Padyshim se kjo është vepër të cilën e hyn prej cilësive të syfasties, por sot diçka e cila nuk bën dëm as ty, pas nuk ju bën dëm as të tjerë, Allahu na ruaj prej kësaj. Prandaj tasahiru al-hubutu bir-riya al-tari idha sulsila mahu. Ajo e cila i hub veprat e tua, veprat e mira të cilat i bën prej syfasisë, është ajo për të cilën ti e shoqëron gjatë gjithë jetës tonë, ose gjatë gjithë veprës tonë, prej fillimit të veprës e deri në fund asaj vepre ti e shoqëron me syfasi. Kjo është e cila sot do vepër e mirë më kon ajo, vetëm se nuk pranohet te Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo është për atyre men amala amalan ashraka ma'iya fi ghayri taraktuhu wa sharakahu wa shirkuhu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, kush e bën një vepër, çfarë do vepre qoftë ajo, por se gjatë asaj vepre vazhdon me shoqërim me diçka tjetër, unë vetëm se e kam refuzuar ato, edhe e kam lënë vepër. Për shembull, gjatë veprës që ti e ke nisën, po prej fillimit të asaj vepre, e ke pas jo për Allah, po e ke pas me niyet për me bëni fakt të tjerë, ose për me u dokën të tjerë, deri në fund të asaj vepre, ajo vepër vetëm se zhduket edhe nuk pranohet prej Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, wala tara alayhi riya ba'da al-amal fala yadur. Nëse pasi që ka përfunduar vepra, ke vazhduar ti me e bëu syfasin to, pasi ajo iniciativë të cilën e ke marrë, pasi që ka përfunduar, ke filluar ti me përmend ato dhe me livdura thonë edhe me kërku për njerëzve sy, ose me kërku e lëvdata për njerëzve, kjo nuk është diçka e cila hyn në llojin e nifakut vogël apo në llojin e nifakut madh. Prandaj dikush për njerëz ajo që cilën e kërkon për lëvdata e medhun nasi wa thanahum alayhi laysa min ar-riya. E përmend autori se kërkimi i lëvdata për njerëzve ose ata me të falëndëruar ty nuk është diçka prej syfasties, por sa ajo e cila ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se për çdo vepër të cilën e bëni, mundohuni që atë vepër me bëu vetëm sa ajo më kon khalisan lillah, me kon me sinqeritet plot, vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe për veprat të cilat i bën robi mos kërko asnjëherë falënderim për dikujt, për veprat të cilën e bën ti mos kërko asnjëherë që tjerët me të rrit jo dhe me përmend emrin ton, por se bëj atë vepër që me u shpërblyej duke kërkuar shpërblimin prej Allahut subhanahu wa taala. Ose e përmend autori tjetër në një vepër e cila nuk është prej adetit tonë. Asnjëherë ti në çat vepër që e bën ti nuk e ke pas prej adetit tonë me bu. Edhe pastaj vazhdon i shet tjetër të e bu, edhe vazhdon me bu me ta. A është kjo syfatsi? Je shku me një grup njerëzve ku ata e kanë pas adet që çdo herë me ninu e hën edhe ajte. Por se prej adetit tonë s'kon që ti asnjëherë me ninu e hën edhe ajte. Tash me shkuti të ata që çaj grupi ku agjërojnë e hën edhe ajte. Tash ti mos me agjeru është pak keq, se veç ti po dohesh prej tyre. Në fillu ti me agjeru me ta, a është kjo syfatsi?
padyshim se nuk është kjo syfasi, por kur ti merr pjesë në diçka me punëtajt edhe nëse nuk u kon prej adetit tënd kjo. Por se nëse vazhdon me bëu ato tash me thonë të ata, po me unë këto moti aty edhe ju pininojshja, po se unë moti ninoj këtu. Me vazhduhet tash ti me liru për diçka të cilën nuk e ke bëu as më herët, kjo hyn të lloji syfacisë. Pse autori ose shumë prej autorëve të librave kur shkruajnë, i japin shumë rëndësi llojit të syfacisë edhe folin tema gjata për syfasinë në vepra apo për syfasinë të cilën e bën Rumi me fjalët e tina. Për shkak se në vepër të cilën e bën ti, veç tu fillu me e bëu ato, mundesh me kalon syfasi shumë lehtë, edhe mundesh çat vepër me e bëu që ajo mos të pranon te Allahu subhanahu wa taala. Shembull, unë kam marrë me dhon tash dert. Rruga të cilën e marrën në shtëpi atje, por më artu është për Allahu subhanahu wa taala. Por se kur vi këtu mund më kujnë 700 vjet, 1000 vjet, 2000 vjet. Edhe them çe. 2000 vjet kanë ndonjë ngumu këtu. Edhe në 2-3000 llaj, thojna për shembull. Edhe vazhdon shejtoni me shtitë ti vezvese ndryshme, edhe ç'i kjo vepër, ç'i ki ders, të cilin ti nisesh me dhon për Allahu subhanahu wa taala, me një sinqert për Allahu subhanahu wa taala, edhe ndoshta vetë 2 fjalë thuaj ata ti dersi, edhe nëse nuk e zgat fjalë, vetë 5 minuta e zgat. Por se veç që tu i ke bëu për shkak se ti me bëni emër të ata, kjo kalon syfasi edhe nuk pranohet Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, në fillimin e çdo vepre që dush me bëu ti, dush me kërku mbrojtje prej Allahut subhanahu wa taala. Para se me kërku mbrojtje me falëndëruar Allahun që ta ka mundsuar me bëu çfarë vepër, pastaj me dërgu salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj me fillu edhe me bëu dua që Allahu çet vepër me ta mundsuar me kry deri në fund, duke qenë vetëm i sinqert në fenë e tina, edhe duke qenë i sinqert deri në fund sa i vepre, edhe mos me shoqëru asgjë prej syfasisë, sepse mund ndodh që nëse e shoqëron me syfasi, Allahu thonë jo mos me ta pranu, po edhe me bëu ato ndëshkim për ty në këtë dynjë edhe në ahiret. Prandaj veprat të cilat i bën robi, lautara ka amelen li ajines, veprat të cilat i bën robi për hir të njerëzve, apo i lën ato për hir të njerëzve, është kjo për syfasisë. Në vepër të cilën vazhdon ti me e bëu për hir të njerëzve, kjo është për syfasisë. Ose në vepër të cilën e lën ti për hir të njerëzve, edhe kjo është për syfasisë. Por se ajo vepër të cilën e bën vetëm nuk duhet me kon diçka prej ibadeteve. Në namaz të cilën e bën me bëu për hir të njerëzve, kjo është syfasi e thënë. Por se edhe me loni namaz, ose me loni vepër të mirë, për shkak thyrit njerëzve që mos me të etiketu ata me to, edhe kjo është diçka për syfasisë. Por se ato të cilën nuk don ti që me marr lëvdota për njerëzve, për shembull na shohmi te historitë e selefit që kanë bëu vepra të mira, ka filluar me fal namaz natën edhe nuk e ka ditë as gruaja vet, ose ka filluar me lexuar Kur'an, kur ka hiti kush e ka mshef Kur'an, kjo nuk është për syfasi, kjo për asaj që ti nuk dëshiron që shejtani e fillua dhe me ndikue te ty. Për veprave të cilat duhesh me pasur kujdes çdo herë që mos me kalu atë në syfasi, edhe por mos me tushdu prej anës Allahu subhanahu wa taala, është vepra të cilat lënia e tyre është kufër, ose lënia e tyre është vajib. Për shembull, një gjëna të cilën e ki obligim që ti dush me largu atina dhe mos me vepru ato. Por se ndodh që nga një për shkak njerëzve do me e bëu ato që me po tjetër, të dyja të hyjnë të syfasia, por se njëna mundet me kon syfasi e cila është në kufër as shirk, edhe njëna mund me kon syfasi e cila nuk është as kufër, edhe nuk është as shirk për anës Allahu subhanahu wa taala. Prandaj temën e syfasisë, nëse edhe 10 derse më mojt, edhe 12 derse, edhe ku më di sa derse më mojt rresojna, prapë nuk është me përmbyllur. Se përveç tala vetë Allahu subhanahu wa taala në fillimin e Kuranit, ajetet e para i kije për besimtarët e surja Al-Bekare, pastaj ajetet tjera i kije për qafira, për katolik, për krishterët edhe jahudit, pastaj e kije surja Al-Bekare një numër të madh të ajeteve që Allahu subhanahu wa taala i ka zbritën, edhe të cilat flasin vetëm për munafikat, ku Allahu e quan nifakin si smundje, ku Allahu subhanahu wa taala e quan nifakin si diçka ndyrtësi, ku Allahu subhanahu wa taala e quan nifakin diçka e rronë që e godel besimtarin. Fi kulubihim maradun, në zemrat të tyre vetëm se ka një smundje, fazadahumullahu marada, edhe Allahu subhanahu vetëm se shkon edhe ja ushton këtë smundje. Prandaj çdo vepër e cila vazhdon me buti, ajo se shka na këshillon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është që ti më vazhdo dhe me kërku mbrojtje edhe me kërku sinqeritet prej Allahu subhanahu wa taala. Tjetër që e përmend autori është en ya'malu amala alladhi tarkuhu kufr min ajli dunya. Me vazhdu ti me bue një vepër që lënia e saj është kufër, por se e bën atë vepër vetëm për shkak të dunjës, kemen salle min ajli dunya fa hukmu annahu shirkun akbar. Sikur vazhdon dikush me u falë vetëm për shkak të dunjës.
E ka një shef atje musliman. Edhe tashti për me hije në qef atina shefit vet atje, vazhdo kur të falën këta, falet edhe krimet. Për shkak të një qef edhe me arrit diçka ndonjë. Kjo është shirk i madh. Ose ju salil janë në mudiru ya'muru bis-salah, ose shefi vet e urdhon për namaz edhe ky falet. Por të kush ka të shtëpia nuk fal namaz hiç. Falet veç aty pse i ka thonë drejtori i shefi vet. Edhe kjo është për shirkut të madh. Ose vazhdon walau lam yusalli fa yufassilu fa huwa kafir. Prandaj ai i cili nuk falet aty vetëm për shkak shefit. Edhe kur shkon te shtëpia vet nuk falet se nuk bën asnjëherë namaz, vetëm se kjo është për atyre të cilët vetëm se kanë bërë kufur me fenë Allah subhanahu wa taala. E dyta që vonatori an yakun al-ghalibu ala amalihi iradatu al-masalih dunyawiyya. Ose shumicën e veprave të cilat i bën ky, qoftë ato për islam ose për vepra të mira, nuk i bën për kurrë tjetër vetëm se me fillu edhe me dashme përmirësue çështjen e dunjajës tina. Fa huwa shirkun akbar. Edhe kjo është për shirkut të madh e përmend autori këtu. Amma alladhi huwa shirku asghar fa huwa an ya'malu amal al-muayyan, ndërsa ajo e cila është shirk i vogël është kur vazhdon rrugën e bëu vetëm një vepër të veçantë, au ba'd al-a'mal as-saghira yuridu dunya, ose diçka për veprave të vogla e që me ato e dëshiron dynjën. Për shembull, çka nuk është shirk ose çka nuk çon ty kufur ose çka nuk është fatsi, dikush që shkon me bu haxh. Shkon me bu haxh për Allah subhanahu wa taala. Por se tashti atje ka lloje të ndryshme tregtisë që ti mundesh me i bë, edhe që mundesh me fitue shumë vendin tonë kur të kthehesh. A është kjo kufur, ose është kjo slepati, ose është kjo që ti e ke shfrytzuar kohën e haxhit adhurimit të Allah subhanahu wa taala, edhe për me përfituar kondinjot tonë dhe ju. Nëse ti adhurimin atje dhe Allah subhanahu wa taala vafin që ke pas me bu, ose dalën Arafat që ke pas me bu, ose këta ato obligime që janë obligim me i bë gjatë haxhit, i ke bu me sinqeritetin më të plotë. Ta shkohën e likur të ka dhënë ty, e ke shfrytzuar edhe për tregti, për me fitu diçka për dynjën tënde, kjo nuk është as vepër e cila çon shirk tyje, as nuk është vepër e cila çon ty kufër, as nuk është vepër e syfacisë. Prandaj, amthilatu lil amali min ajli dunya kalladhi yujahidu li ajli dunya. Tash që do të më pasur kujdes këtu është ato të cilat i bën ti vetëm për shkak të asajna. Këto vepra të cilat i bën vetëm për shkak të dynjës, ato janë vepra të cilat vetëm se nuk pranon te Allahu subhanahu wa taala. Dikush i cili shkon me luftu për hir të Allahut, po lufton për kurrë tjetër veç për dynjë. Me përfitu për ganimet atje, ose me përfitu për emrit të cilën kanë me litu njerëzit, ose hadithe ndryshme të cilat kanë ndar për to, njerëzit e parë, grupet e parë të cilët kanë me hinë në xhenem, që Allah sa ka menis xhenemin e ta, është edhe ai i cili ka lexuar ose ka mësuar Kur'anin për hir të Allahut sa për kurrë tjetër, vetëm se më thonë njerëzit ky e din Kur'anin, ose ai i cili ka luftuar për hir të Allahut sa por se nuk ka luftuar për kurrë tjetër, vetëm se më thonë njerëzit e filoni u kontrim ose diçka tjetër. Apo më vazhdoi edhe me dhon sadaka për kurrë tjetër, as nuk e ki për Allah, por vetëm se më thonë tjerë se ti je shumë dordhans, filoni jep shumë, pas ka nevojë dikush, lypni atina se ai jep. Ose me vazhdu me fal namaz me thonë tjerë se vallai ky fal shumë nafile, ose me vazhdu me agjeru, ti agjeron për kurrë tjetër, veç për dunjë që me thonë tjerë se ky po agjeron shumë, të gjitha këto vepra që bëhen, që janë posaçërisht, veç për dunjë ose e kanë vetëm një qëllim vetëm që me u ngriti me to, janë vepra të cilat Allah subhanahu wa taala nuk i pranon prej neve, por se përveç saj edhe rrit dënimin e tij në botën kur do dal para Allah subhanahu wa taala. Laysa aleikum junahun tabtagu fadlan min rabbikum. Sepse ajo të cilën e pranon natë haxhi është se nuk keni ju gjuna prej Allah subhanahu wa taala nëse vazhdoni edhe me kërku të mira prej Allah subhanahu wa taala, por se këto të mira të cilat i kërkon, këtë rreth të cilën e kërkon prej Allahut, mos më bëu ato me përzime anën fetare, ose mos më bëu për një vepër fetare për me arritë çështja me përmirësu dynjën tonë. Por se këto të mira që i kërkon ti prej Allahut subhanahu wa taala me i bën në mënyrën se çish është i kënaqur ai, edhe ashtu siç ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Andaj, ne lutim Allah subhanahu wa taala që me na rrit Allah për syfacisë në fjalë, e lutim Allah subhanahu wa taala me na rrit për syfacisë në veprat tona, e lutim Allah subhanahu wa taala që me na rrit edhe për syfacisë në zemrat tona të cilat e kena, e lutim Allah subhanahu wa taala me na rrit për syfacisë për çdo vepër të cilën e bëjmë edhe me buçë Allah mos më na mosh shpirtin neve dyshë vetëm se duke qenë të sinqertë në fenë tina, walhamdulillahi rabbil alamin.